Wow, it's a big one. Those are free mutton. Say I love you, baby Motra. Love you, baby Motra. Po thoj të barku. Thoj të barku, ti ku ja thua? Hajde këtu. Sa këtu. I love you, baby Baba Motra. Love you, baby Baba Motra. Please, baby. Oh, big one, Pucci. Wow. Be nice, huh? Të lutem. Say this. Touch it. Touch it, mommy. Say this, mommy. Perfect. E shikoni këtë pemën këtu, që ka këto gjërat. E hapa një, e qërova. Ja hoqa këtë gjën kafe. Jo të goja, thjesht mbahet e dora, se është e bukur. E qërova, e kam këtu, dhe ka nderin ta provoj dikush. Se unë se provoj dot. Është e idhur? Kështu ngjan si gështenj kjo. Ta shikosh të bardh? Është e keqe. Vërtet? Seriozisht të ke? Të provoj? Si pa shije kështu thjesht. Po nuk është e hidhur. Qa do mbledhim në këto në dhe? Gështenj. Pa shije. A, vjera e bjetë. Vërtet? A hapem pa kokë. Mund të jetë ajo. Përshëndetje nga një ditë e jona, e vrenjtur. Ditë e djelë, Albani ishte pushim rash në një grop. Kujdes o shpirt. Dhe kemi ardhur në një pyll për të mbledhur gështenja. Deri tani gjetëm këto që provoj Albani, që unë se kam provuar. Hadi këllogën. Që fis në gjaj si gështenj. E mo da dizekim këtej, e është i qeni. Edhe kështu, kemi parë në TikTok që është mbushur gjithë TikToku im vetëm me gështenja. Edhe tani në tetor është periudha që bëhen. Problemi është që ne nuk i gjem dot ku janë. Se ato janë në pyll, në mes të pemëve, edhe normalisht nuk është se ka ndonjë adresë fikse, me kështu eksakte, shkoni këtu, shkoni atje. Kemi ardhur në një pyll këtej nga Bedfordi, pa vajtur në Bedford, se kështu thoshte ajo tek ajo goca që kishte mbledhur. Po hajta gjesh se cili pyll është, nga cila anë e pyllit është. Mund të mos jetë ky fare, mund të jetë një pyll tjetër. Nuk e di.
Po ne gjithsesi do kërkojmë. Kemi ardhur të armatosur 2 çanta nga ato të mëdha të supermarketit ka marrun. Po nuk e di do gjejmë apo jo. Kjo është problemi. Koha është ftohur goxha, siç e shikoni jemi me xhupa, edhe këtë po I thoja Albani që është fiks për këta xhupat që kemi veshur ne, se është goxha ftohtë, edhe çunat. Ku është ai? Brapa, sa I vogël është. Dhe kemi veshur mirë. Nuk e di në qoftë se dallon, jam çiksi me hund, flas pak kështu si më është zëri fare. Kam hundët e bllokuara dhe Logan ka qenë këtë javë shumë keq, ka pasur 39 temperaturë. Po dadi, po këtu s'kalohet më duket. Kalohet këtu? Që nga mbyllur. Stop. Qa do? Do letrën të fshesh? Dalë se I dolen hundët shumë e tim. Dadi, kalojmë që këtu nëve? Ky park s'më pëlqen fare, do t'ikim të një tjetër. S'bëkak. Hajde të fshim mami. O të ka qenë o zemra ime, ti më raf të pika që I bllokuar. Siç po thoja, ka qenë me 39 temperaturë, më shumë e kam mbajtur në shtëpi se sa e kam çarë në çerdhe. Edhe nga Logani pasaj e mora dhe I shikun. Albani e kishte para nesh, Albani sa smurët ka grykët. Unë dhe Logan kemi bllokim hundësh. Unë s'kam pas temperaturë, Logan ka pasur, po të paktën shqyr zotit nuk kam më tani iku. Thjesht është kështu I bllokuar. Erdhëm deri këtu, ku duhet të futeshim në pyll, në përpem, dhe është mbyllur, nuk lejohet. Haj Çupa. Tu la më kështu tash se tu flasë çik. Po hajde këtu ti, këtu që të shikojnë Çupat. Qa është ajo? Thë çik haj Çupa. Kemi dal jashtë. Do bëjmë xhiro? E hengre molton tjetër, apo e hodhe poshtë? Që bere? E hengre molton? E hengre. Ky nuk ha, normalisht tani që është keq, çdo njeri kur është me temperaturë, ushqimin asgjë do ta shikoj me sy o të haj, edhe Logan njësoj, nuk ha ngrën fare mirë. Thjesht e kam mbajtur me kos frutash, me gjëra me banane, boronica di ka shumë qef shqyr zoti, domethënë tek tuk fruta dhe lëngje, edhe tani hangri një molto. Shqyr zotit hangri një molto. Kështu goca. Po I gjetëm, do t'ju them. Jashtë, si jemi jashtë neve. Që ta dini ju, ne jemi jashtë, nuk jemi në shtëpi. Kjo sapora nga pema. Hape tani hape. Po të çmon që. Sa qënka. Oh, wow, shikoni. Fantastike. Sa madhe është kjo, sa shqese. Edhe një mitë të tjera për të mbushur. Tani, ndryshohem vend, po do ta xhiroj kur të futemi, kur të dalim, domethënë do ta xhiroj përsëri hyrjen se ku erdhëm. Edhe shikoni. Gjetëm o zoti ma thash pyll, veç me pemë. Po si thash dua jap adresën e saktë, se tani jemi çik të zonë duke mbledhur. Okej? Cilat hapa unë? Këto që janë të mira në tokë meri, nuk ka problem. Këto që janë të pahapura. Nuk e goca? Flasim më vonë. Kjo është rruga A6, këtej poshtë vjen nga Luton për në Bedford, do të thënë këtej është nga Luton, vjen për në Bedford, edhe ky është një karburant jet dhe direkt këtu është hyrja, do të thënë më shumë se kaq nuk di si t'ua shpjegoj. Shpresoj që ta gjeni nëse jetoni këtej afër edhe doni të vini. Sa po erdhëm në shtëpi, gjëja e parë, porositëm ca pica dhe hëngrëm se na kishte marrë një super uri, dhe gjëja e dytë, sigurisht që do bëjmë gështenja, morëm këtë, e cila është deri këtu gjysmë e mbushur.
kishte plot, si që a thash vëndin, qofse jeni afër, mund të shkoni, qofse nuk jeni afër, vjen shumë keq, po kërkoni në përpyje, sepse zakonisht tani është periudha që ka gështenja, tetori domethënë. Shikoni, ca ishin të mëdha, shumica janë mesatare, nuk ishin të gjitha të mëdha, po atë frutin e kanë, kjo është e rëndësishme. Shpirt që ke koll. No, mami ta mbylli këtë ty, të lutem. Hajde të zemrate, 1, 2, 3, Edhe, kush në ndihmoj neve për të marrë gështenja, kush në ndihmoj kush. E kuptoj dhe ky se qa po mblithim edhe mërë të thoshte, perfect, kjo bën, të ke hitë të brënda. Ishim ne dhe kishte edhe goxha shqiptarë të tjerë atje që po mblithnin, erdhën pas nesh, dhe ishin dhe disa të huaj që po luanin me ca makina, me ca lodrat e tyre. Ata të huaj po luanin, ne shqiptare po mblidhim gështenja. Ama kishte vërtet shumë. Në çdo moment, në çdo sekond binin nga pemët, edhe... E vejti veda ujtu? Jo, më se i thnuj. Ripak lutem se jam shumë e lodhur, nuk të mbaj dot. Në çdo sekond binin nga pemët, kisha frikë se do mbinte ndonjëherë në kokë, po shpëtova. Shumë të mira. Tani direkt do t'i presim me thik, do t'i zjejmë pak, edhe do t'i pjekim. Edhe buket se javës tjetër do vem prapë. Të shikojmë. Të shikojmë. Kështu goca, tani kam shumë gjëra për të xhiruar dhe për të treguar, sepse kohët e fundit s'kam xhiruar shumë. Ato videot që postova që kam pasur domethënë në kamera, i editova të gjitha shpejt e shpejt dhe i postova disa ditë rresht. Por këto kohët e fundit nuk kam xhiruar, kështu që dua të rikthehem. Se edhe ju më keni kërkuar video, edhe unë dua që të bëj sa më shumë video, dhe shpresoj që të rikthej me t'ju tregoj 1 milion gjëra që dua t'ju tregoj. Përpara syve kam të shurupin. Ja bleu dje Albani Loganit për kollën, sepse dëgjuat sa koll të shpifur ka. Shpresoj që t'i iki. Që të mirozit. Okej, unë do bëj këto, dhe do flasim më vonë. Logan donte të tregonte një çik dhuratat që i solli Daja dje. Sa lek janë aty? Sa lek janë, shikoj kështu. Sa lek janë këtu? Okej, bol. E ka bërë këto okej, bol. Erdi Daja. Erdi vlla im dje se do iku domethënë për Shqipëri, edhe bëri një ndales këtu. Solli nonës gjitha ato surpriza e dhurata. Solli këto, çokoladat, që ky i ka fiksim, ndaj thot lekët, se janë këto si monedha, edhe këto do tjera shumë të lezetshme, që unë si kisha parë ndonjëherë, që pas kanë dalë kështu printi, janë me pound, shumë të lezetshme. Edhe prandaj thot ky, ku janë lekët? Lekët? Okej, solli këto i hëngrëm, ishin shumë të mira, shumicën i hëngri Logan, biskota me gjalp, o zot fantastike, nga kjo ndoshta janë, se nuk e kam atë letrën e hoqëm që i hëngrëm, edhe kam mbetur vetëm një e kafshuar, edhe kjo që është e plot e pa kafshuar, jo, pas ka kafshuar të dyja, mi u vogël. Po ishin sa të mira, fantastike, shumë të shishme. Prisni.
Qik, ju thash që ato po bëhen në furrë. është shpirti i pançupat. Solli këto, të cilat i hapëm sot, këto që kanë nga Lidl, basi i ka bler të gjitha në me shumë mundësi. Sepse që kanë një njëta emër, njëta firmë, edhe pash që janë të Lidl, ndoshta shkëtër i ka bler të gjitha këto në Lidl, se nuk e pyeta. Këto janë çokolata të zeza, unë vdes për çokolata të zeza, dhe janë në formë zemre, dhe janë të mbushura brenda, shumë të mira. Sot ka mami im ditëlindjen, edhe që në mëngjes Logan vendos, ta fshin mami prit. Vendosi one moment. Logan vendosi një qiri këtu, i vendosi një qiri në formë ylli, edhe numrin 3, se mami im bëri 3 vjeç njësoj me Loganin, ato donte ky, edhe i kënduam happy birthday të këto të vocklat. So good! Gjithashtu, i solli këtë lëpirsen, që është për Halloween me kungull. Po nuk është të gjitha. Ke një javë për t'i ngrënë këto. Solli një tjetër për Halloween që është një shtrik. Solli për Halloween. Solli për Halloween. Fantazme Halloweenit. This is a Halloween. Për Halloween. Edhe kjo është. është fantazma, Kasper. I di kuklat? Thaj qupave, e ka emrin Kasper kë. Kasper. Kasper e ka? Kapser. Edhe kjo shumë i lezetshëm. Çokolate bardhë, dhe në çokolata. Solli këtë, jo nuk është ice cream, kjo gjë si hallt në fakt. Delicious duket, po. Duket shumë e shishme, edhe kjo çokoladë. Do me thënë, janë të gjitha çokolada për Loganin shumica, edhe i jep të nxirte nga qeska një, ky, wow, e merte. Nxirte tjetër, wow, pra, nxirte tjetër, wow, derisa u mbush kështu Logan, edhe thank you so much, wow, se bën reagime, ky të kënaq, bën njerëz zakonisht shumë reagime, të gjërave që nuk i ka parë ndonjëherë, ose që po i shikon në fillim, ose kur surprizohet, edhe ai kishte shumë qejf të reagimet që po bënte. Jemi me sa duket zyrtarisht në sezonin e panetoneve, sepse më solli edhe këtë panetone, që se kemi hapur akoma. Dëgjoj mamin, hakta se i këtë hapura këto? Finish this one, please? E po, dje doje nga këto ti? Këto? Dje, thoshte dua donuts, unë ngrit nga gjumi, donte pa tjetër donuts, se i thot donuts tyre se janë të qara në mes. Dhe gjithashtu solli këtë, e cila ka i qik alkohol, duket shumë e mirë, është me karamel biscuit flavor, duhet jetë shumë e mirë, u lexoka dhe këtu. Duhet jetë shumë e shishme dhe është kështu liker i trash, unë vdes për këto likere, kam blerë edhe ca të tjera vet, i kam vendosur aty ata në raft, nuk i kam hapur, sigurisht që edhe këtë nuk do ta hap, se do pres të lind një herë, jo se unë pi ndonjë wow, po thjesht kam qef një shot të vogël laktos, do mos nga ato të trashat që janë liker. Albani nuk pi fare, nuk do, edhe në qoftë se ja mbush unë gotën dhe a çoj pa i thënë, atëherë po e merr dhe e pi, se në qoftë se do të them do kshu jo, thot mos mbit se nuk e dua, nuk është fare te alkooli, po edhe unë siç thash, nuk është se jam, thjesht kam shumë qef të kem të këndin, se ndoshta vjen një mik, dikush, ose bën ndonjë kafe, ose ndonjë pije, kur shikon ndonjë film, gjë që ndodh shumë rrallë që neve të pim alkool, po që kam dëshirë që të kem atë këndin me këto pijet në shtëpi, edhe kam marrë goxha, dhe shumica janë kështu likere, më duket që mund t'i pi edhe unë. Të vetmin alkool, që është shumë alkool Jack Daniels edhe vodka, më duket se këta dy kam që janë goxha. Edhe këta i mora, se për çaj mora, se çfarë do bëja, më duket do bëja espresso martini, nuk e di se çfarë do bëja, që se bëra kurrë të espresso, po nejse. Edhe kështu, do lind dhe pastaj do ta pim atë. Tjetër. Hi mami. No more. Sa çokolata ke ngrënë sot? No more. Po. Very dangerous. Sa ke ngrënë? Ke ngrënë 5 sot? No, mos bëj mamin pis, lutem shiduar këtu. Me zërë po pres të bëhen këto gështenjët,
Se duar shumë të hanë. Në mi duar të tota, ti fshi mami duar, please. Shka mërë bjetë tani. O, e ka zënë gjumi qonin e mamit. Me këtall është ti? E ka zënë gjumi lau mamit trupin. O, po fle. Good morning. O, dia. Hajde fri gjumë të shi. Flera fri gjumë. No, Taya. Fri gjumë. No more. No more. Are kështu drejt? Hi, Tupa. Hajde, There's sopa. the purple, the brown, it says It's brown. Hajde këtu. like this. Po dil këtu ti. This. Say cheese. Dil këtu ti që ta shikojnë të veshur njësoj. Në më dorën mamit? Say this. Say this. Say cheese. Say this. Kiss mami. Surprise! Shein Ho! Që është ajo? Shein Ho, yes. It's only Daddy, yes. Ding dong e. Hape, që është? Ah, okay. Thank you, Daddy. There's something for a thing to do. What the fuck is zotit? Ah, jo, më ja raftë të. Soj në hamë të Oh no, na falë loga. Nuk që kam për të që kam për banjë. Oh my god. O loga, thëj që... Po, si shi me stika? A mos e vot këtë shi. Bravo, bëj more. One more time. Po e të mbrapsh tani.
Është ka për lirë ka.